Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi këtu në studion qendrore të televizionit Apollon. Së bashku do të njihemi me të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka nderuar sot ish-deputetin Azem Hajdari në kuadër të ditës së rinis. Ka qytet studenti, Berisha në shenjë nderimi është përkulur para monumentit të Hajdarit, një simbol i kësaj dite që solli demokracinë në vend. Në monument janë vendosur kurora me lule, ndërkohë që sot shënon një datë simbolike, atë të 8 dhjetorit, që është shpallur një fest kombëtare. Azem Hajdari u vra natën e 12 shtatorit në oborrin e selisë së opozitës nga kriminal me uniformë policie. Monumenti i Hajdarit është vendosur në shenjë simbolike në vendin nga ku nisi revolta kundër regjimit të diktaturës. Dhjetorisht. Një përshëndetje shumë për zemër ju, mirënjohje të pakufishme për ju dhe të gjithë shoqet, shokët tuaj, kudo që janë sot, çfarëdo që bëjnë, për rolin tuaj të jashtëzakonshëm që luajtët në dhjetor të vitit 90 në historinë e lirisë shqiptarëve. Të dashur deputet, të pranishëm, qytetarë dhe qytetare, kudo që jeni, një përshëndetje të përzemërt. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga monumenti i Azem Hajdarit në qytet studenti ka kujtuar protestën e dhjetorit që solli demokracinë në vend. Në ditën e shënuar të rinis, Berisha vlerësoi figurën e Azem Hajdarit, që e cilësoi si një tribun të lirisë. Dhjetorit 90, betejë paqësore e studentëve në rrugë dhe sheshet e këtij qyteti të bekur dhe në kryeqytetin e vendit. Triumfi i tyre mbi diktaturën shënroi dhjetorin dhe vitin 1990 në vitin e mrekullisë të kombit shqiptar, annum mirabilis, hodhi themelet e lirisë dhe ndërtimit të shoqërisë së lirë në Shqipëri, të zëvendësimit të hiperkolektivizmit total me tregun e lirë, të daljes së vendit nga izolimi më i thellë, të hapjes dhe integrimit europian dhe euroatlantik të tij. Kjo lëvizje, çështjen kombëtare nga një çështje tradhtuar nga klika hoxhiste, e vendosin pjedestalin e merituar për zgjidhjen e saj. Idealet e rinisë studentore dhjetorit 1990 ishin dhe mbeten idealet më të larta, më fisnike njerëzore dhe kombëtare të shqiptarëve. Këto ideale, energjia e tyre bëri shqiptarët më të lirë se kurrë. Ju riktheu atyre dinjitetin e munguar njerëzor, vendosin Shqipëri pluralizm në vërtet politik, sistemin demokratik, antarësuar Shqipëri në Këshillin e Europës, në NATO, i dhanë asaj propozimin për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Kosova u bë e pavarur, ndaj dhe 8 dhjetori vitit 1990 është dita e nderimit të lirisë dhe vlerave të saj nga marrë shqiptarët, e nderimit të veprës pavdekshme të prisit legjendar të asaj lëvizje Azem Hajdari dhe studentëve liberator që me guximin e tyre në lartësinë e një legjende shkallmuan dyert të mbyllura të lirisë për shqiptarët. Azem Hajdari dhe studentët liberator do mbeten të pavdekshëm në panteonin e lirisë kombit shqiptar për gjithmonë. Azem ti je gjallë. Zonja dhe zotëri, sot, pas 35 vitesh, qytetarë shqiptarë kujtojnë dhe ndërojnë të ditë pasi Edi Rama, pasardhës direkt biologjik i etërve xhelat të regjimit komunist, Kristaq Ramës,
që në gusht të vitit 88 kishte firmosur varje në litartë poetit Havzinela e kushe disa e sa kundërshtarëve të regjimit dhe Spiro Kolekës, i cili edhe me 11 vjetor në mëngjes dhe 11 vjetorit të vitit 1990 kërkoi shtypjen me tanke të lëvizjes studentore, ka vendosur në Shqipëri diktaturën autoritare, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Armik i votës së lirë dhe sklav i pushtetit ti të krimit, a i ka zëvendësuar zgjedhjet e lira me farsën më të shëmtuar zgjedhore. A i ndërtoi në Shqipëri jo vetëm narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, por instaloi regjimin më kleptokratik që shqiptarët kanë njohur në ekzistencën e tyre. Kur ky kombë nuk ka patur në krye një dyshe të tillë, siç ka Edi Ramën dhe Lubi Ballukun, që ta kenë vjedhatë as 1/10, 1/100 në atyre që kanë vjedhë këto dy monstra të vjedhjes dhe të grabitjes pasurive të kombëtare të shqiptarëve. Djali Azem Hajdarit ka kujtuar histori nga jeta personale e të atit dhe përpjekjet e tij për të balancuar jetën mes familjes dhe politikës. Ai ka rrëfyer sakrificat që babai i tij bënte për të qenë pjesë aktive e momenteve të trazuara politike, ndërsa nuk harronte të ishte i pranishëm edhe në familje. Duke qenë se i ngjvuri shumë përgjegjësi për vetes përsipër dhe duhet të drejtonte në njëjtën kohë duhet ishte shumë akademik, gjë që ishte shumë e vështirë për atë kohë aq i ri sa ishte ai merrte në gjuhën popullore po e themi kov ose govat dhe vinte me ujë ftohtë të këmbët e tij dhe mësonte gjithë natën dhe lexonte gjithë natën që mos ta zinte gjumi. Në këtë mënyrë që të arrinte dhe të balanconte jetën familjare, jetën politike dhe zhvillimin e tij intelektual. Dua të them që ai ishte një baba shumë i dashur, sa që dikush mund të shikojë ose shumë mund të shikojnë vetëm anën politike, po Azemi si të ri shqiptar sot ishte një sportist, ishte një sportist i sportit mundjes, që sakrifikonte shumë dhe shkonte nga tropoja në Kukës në rininë e tij me motor për të bërë sport, për shkak se kushtet ishin të limituara. Ishte një person politik që pavarësisht agresionit politik gjatë ditës, së rrezikimeve të jetës dhe situatave voluminoze që ofronte politika, prap gjente kohën për të kthyer në shtëpi dhe për të luajtur me vllajën tim me Kirin në atë kohë, siç luajnë Three Stop PlayStation, ka qenë dhe PlayStation e asaj kohe. Dhe luante si të ishte një fëmijë për të bërë dhe një shok vllajt tim, aq shumë luanin se që nëna në erë mërziste dhe ja ulte dhe automatin e dritave tamam sikur ishin dy fëmijë të vegjël. Më pas, kur ai lente kohën e lirë me fëmijët, ai drejtohej përsëri politikës deri në orët e vona të natës, që ai priste, po themi deri në orën 2 të natës, gazetën e ditës së nesërme për ta lexuar dhe për të qenë i përgatitur që t'u zgjonte herët në mëngjes në orën 6 ose 7 të mëngjesit, ku ai priste njerëzit në derën e shtëpisë që u bënin rresht për të diskutuar mbi hallet që ka njerëz kishin, që ai përjetonte sikur të ishin hallet e veta. Të rinë sot nuk kanë asgjë, as më pak as më shumë se ç'kishte Azem Hajdari. E vetmja gjë që është në lojë është shpërqendrimi. Dua të them për gjithë ata të rinj që mendojnë që vota ime s'bën ndryshim, një votë s'bën ndryshim ose çfarë ndryshimi bën po dola në protestë ose çfarë ndryshimi bëran po bëran këtë gjë se unë një person jam. Nga një person bëhen 2, nga 2 bëhen 3 dhe jo vota dhe jo dalja në protestë dhe jo këto gjëra, po edhe një diskutim në një grup mbi 3 veta ku njerëzit diskutojnë për hallet dhe problemet e veta dhe për të përmirësuar veten, shoqërinë e tyre dhe kushtet, bën një ndryshim shumë të madh. Kujtojnë të ditë bashkë me ju herojt e asaj kohe, që ishte babai im, ju falenderoj që bëni pjesë këtu sot dhe mbajmë për herë kujtimin gjallë dhe ndjekim të njëjtat ideale, jo për veten tonë, po për fëmijët tanë, për nipërit tanë, për mesat tanë, për shtetin tonë dhe për të ardhmen tonë, që mendoj që do jetë e sigurt nëse ne vazhdojmë luftojmë. Rinjtë e angazhuar në Parlamentin Rinor të Fierit janë pjesë aktive në politikë bërje, nëpërmjet programeve të mbështetura nga organizatat ndërkombëtare dhe qeveria.
Qendra rinore Epoka e Re, ndër të parat organizata rinore në vend, ka sot dhjetra të rinj aktivistë në programe të ndryshme, ku më të rëndësishmit janë ata që përfshin të rinjt në vendimarrjen lokale. Sipas drejtueses së kësaj qendre, Nevila Jahaj, ndryshimet e fundit në ligjin për rinin fuqizon rolin e kësaj të fundit në vendimarrjen e pushtetit vendor, më tepër akses dhe fuqi vendimarrëse në të gjitha projektet që lidhen me të rinjt. Atëherë 8 dhjetori është dita ku ne kujtojmë forcën e të rinjve. Nga të rinjt vijnë ndryshimi dhe nga të rinjt mund të themi që një popull merr vitalitetin e vet. Mendoj që sot ne duhet japim një mesazh për të rinjt, ku përveç se të shikojnë aktivitetet brenda shkollës, të dalin edhe jashtë këtyre koncepteve, por të jenë pjesëmarrës edhe në aktivitete që zhvillojnë organizata të ndryshme rinore dhe qendra të ndryshme rinore. Në Shqipëri sot, shteti shqiptar ka financuar mbi 15 qendra dhe mjedise për të rinjt, si biblioteka dhe qendra rinore dhe qendra inovacioni, dhe unë do t'i ofroja një informacion tjetër edhe për ligjin e rinisë sot, ku është bërë një ndryshim shumë i rëndësishëm, si për mënyrën se si organizohet këshillat vendor rinor, dhe i them të rinjve shikoni ato thirrjet pranë bashkive, ku ju mund të jeni aktivist edhe mund të jepni mendimin tuaj pranë këtyre këshillave vendor rinor, pasi ligji i rinisë këtë e ka fuqizuar akoma më shumë, dhe në qoftë se edhe kryetarët e bashkive nuk kanë interes për zërin tuaj, jeni ju ata të cilët duhet që të ngrini zërin dhe të jeni aktiv në proceset vendimarrëse lokale. Nëpërmjet programeve që aftësojnë të rinjt të lobojnë për interesat e tyre, mjediseve të sigurta dhe projekteve specifike për të rinjt, organizatat rinore që janë 15 në të gjithë vendin, orientojnë të rinjt të projektojnë të ardhmen e tyre, madje duke u përfshirë edhe në politik. Rasti konkret janë të rinjt e Parlamentit Rinor në Fier, disa prej të cilëve sot janë deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Të rinjt duhet jenë më aktiv në vendimarrje lokale, ata kanë mundësi që nëpërmjet këshillave vendor rinor në çdo bashki të Shqipërisë të jenë zëri bashkëmoshatarëve të tyre. Këshillat vendor rinor janë një mundësi që të rinjt mund të angazhohen dhe të përfshihen në planet lokale të veprimit për rinin, të përfshihen duke dhënë mendimet e tyre për aktivitetet dhe fondet për rinin në çdo bashki, dhe njëkohësisht jenë ata që ti monitorojnë këto zëra dhe këto projekte të cilat duhet financohen nga bashkitë tona. Përmjet aftësive që ne fitojmë tek qendra Epoka e Re, ne fitojmë aftësi debatuese dhe komunikuese. Gjithashtu kemi arritur edhe që të ndërtojmë projekte të reja të cilat përmirësojnë edhe më shumë vendin tonë. Të gjithë të rinjve të bëhen pjesë të qendrave dhe organizatave rinore, pasi ata fitojnë edhe aftësi edhe mundësi që të bëhen pjesë të komunitetit dhe të rinjt janë të vetmit ata që mund të ndryshojnë këtë vend dhe ta përmirësojnë. Në ambientet e bashkisë Lushnjë, e njohur si një nga bashkitë model në vend, u zhvillua takimi monitorues me ekipin e projektit Bashkitë të Forta, një program i mbështetur nga qeveria e Zvicrës. Në takim morën pjesë kryetarja e bashkisë zonja Eriselda Sefa, ekipi teknik i bashkisë, si dhe përfaqësuesit e projektit BTF. Diskutimet u fokusuan në çështje kyçe si menaxhimi i mbetjeve urbane, funksionimi i Këshillit Bashkiak dhe rritja e transparencës në proceset vendimarrëse. Po ashtu trajtuan tema që lidhen me cilësinë e shërbimeve publike, siç janë ato të kopshteve dhe arsimit parashkollor, si dhe performanca institucionale dhe përmirësimi i vazhdueshëm në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Takimi shërbeu për të vlerësuar progresin e deritanishëm, për të identifikuar sfidat ekzistuese dhe për të përcaktuar hapat e mëtejshëm drejt përmirësimit të qeverisjes vendore. Bashkia Lushnjë mbetet e përkushtuar për të vijuar bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar në funksion të një administrimi sa më efikas, transparent dhe në shërbim të qytetarit. Në qytetin e Lushnjës ka nisur prej ditësh punimet për krijimin e qendrës moderne të teknologjisë dhe informacionit UTEK, një projekt inovativ që po merr formë dita ditës.
Investimi mbështetet nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Bashkia Lushnjë. Hapësira që po transformohet ndodhet në katin nën tokë të Muzeut të Qytetit, e cila do të shndrohet në një qendër funksionale për të rinjt. Aty ata do të mund të zhvillojnë aftësi digjitale, të ndisin kreativitetin dhe të zhvillojnë ide që lidhen me të ardhmen dhe teknologjinë. Projekti UTech synon të krijojë mundësi të reja për rininë e qytetit, duke e bërë atë pjesë aktive të zhvillimit dhe inovacionit lokal. Kjo qendër do të shërbejë si një pikë takimi për të rinjt pasionant pas teknologjisë dhe inovacionit. Përmes trajnimeve, aktiviteteve dhe projekteve kreative, synohet rritja e aftësive profesionale dhe personale. UTech do të jetë një urë lidhse mes ideve të reja dhe mundësive reale për zhvillim. Ky është një hap konkret drejt fuqizimit të brezit të ri në Lushnjë. Një 70 vjeçare është gjetur e pajet në banesën e saj në Korçë. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se e moshuarja jetonte e vetëm në një pallat në lagjen numër 17. Ka qenë një nga fëmijët e saj që ka lajmëruar policinë, pasi prej disa ditësh nuk e kishte parë të moshuarën. Dyshohet që e moshuara të ketë disa ditë që ka ndërruar jetë, ndërsa nga kqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune. Pritet që trupi të nënshtrohet ekspertizës mjekoligjore për të zbardhur shkakun e vdekjes. Isha me zonjën, unë isha përjashtë që ishte në balkon. Sa, si të bëjmë sa ta shikojmë një bajame se s'po njihet, i sa shumë, mi hajde ta shikojmë, sa shumë të visa shumë, se unë vetëm nuk vija do të, do vija e shëqyruar. Edhe mora zonjën, edhe i kom shiu lartë katë pesë, e futëm atë për pasën, e kishim edhe frikë, edhe futa i komshiu, futa dhe unë, edhe ajo pas me, ku e pam, ajo kishte edhe nga divani. Kishte rënë. Eri pasaj lajmëruam motrën në Tiranë, i thamë këshu, hajde se të ka tekur bajamja. Pasaj nuk e ditë kush foli me Selimen, nuk e ditë, ajo tha do vi. Pasaj lajmëruam policinë, kush e lajmëroi Zamira? Zamira, një komshi tjetër lajmëroi policinë, edhe policia... Dërgonte vetëm ajo? Vetëm, as hante, as pinte, nuk i dërgonte njëri, nuk hynte njëri. Vetë për vetë. Jo, pse dëshua që nuk ishte? Ne dëshuam se nuk po njëshe, se ajo sa je i njëlte me shkop tavanit një komshie. Kishte nevoj për diçka? Ku kishte nevoj për një gjë. Po pastaj s'pa e ninim gjë. Më hajde me ta shikojmë një, si ta shikojmë, unë syrë, duam vetë atim të tërë komshit, pastaj unë ngritën tërë komshit faktë, e unë të treja me këte, edhe i komshiutit, e pa të dekur, edhe ambulanza, që e lëmëri policia, e pa i fëmjera e i shteftore tëra. Po djali ku e ka? Burg. Një aksident rrugor është shënuar mes ditën e sotme në Bulqiz, në vendin e quajtur Ura e Vocit, ku 2 makina janë përplasur me njëra tjetrën. Si të shihet dhe nga pamjet, njëra nga makinat ka përfunduar jashtë rrugës. Në vend ngjarje ka shkuar menjëherë policia dhe ambulanca, të cilat kanë dhënë ndihmën e parë, ku dhe janë dërguar drejt spitalit të Bulqizës për mjekim. Sipas policisë dhe grupit hetimor, po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Banorët e fshatit Kreshpan i kanë shprehur gjithë pakënaqësitë e mbledhura prej vitesh. Rruga 2 kilometër e pa asfaltuar që i detyron të bëjnë 10 kilometër rreth rrotullim, rezervuari ujit që përdoret vetëm nga i forti i PS, mungesa e investimeve dhe premtimet e pambajtura i kanë çuar drejt shpërthimit. I morën votat tona dhe na lanë në baltë, shprehen banorët. Taksat i rritën dhe shërbimet i zhduken. Është e pa lidhur me Kreshpan. Ne me ju bëjmë tregti, bëjmë të me thani kemi të gjitha mundësit për të punuar me ju dhe për të qenë më pranë jush. Mundesh tash të vjen me vllajën nga Cakrani, Ermani Vërdall dhe bën 8 kilometra rrugë për të ardhur direkt këtu. Gjithashtu
nga Pjeri për në Vjos ne konsumojmë 26-28 km gjithmonë. Nësa nga Kreshpani ne mund të konsumojmë 16 km, pa ato mund të konvertojmë në lek. Duke pa të parasysh që ne qëndrojmë në fshatin tonë, sepse ruajmë emrin e prindërve tanë, të cilët si kemi gjallë, të me thënë vetëm në kam, kurse papai do me thënë la ullin atje, la toka, edhe unë mundohem që të vete që t'i mbaj bashkë me gjubllaj. Bruna është nusja e Kreshpanit, edhe po e temi dhe nusja e Caganit, kështu që ne gjithë duhet ndjemi krenarë që kemi deputet të zonë Cagranit. Që nga 1990 që kemi qenë, po thuj se pjesa në madhe juaj është veteran të opozitës, nuk po i them të përdësat, po kemi qenë, jemi veteran të opozitës, dhe nuk kemi parë asnjëherë njëri që të vitë që e hallet tona në këtë forum që ka ardhur Bruna. Unë shpër respekt për Bruna dhe ju uroj suksese dhe bravo si qoftë që vjen interesohet për hallet dhe problemet tona. Sikur qeveria që e sot në pushtet, ishte vërtet në nga rrugë, do në Kreshpani kishte 2 rrugë. Nga asfaltit si shta Bruna nga shtëpia do të ishte 50 metro larg. Pastaj ne gjithnjë jemi në kërkim që të shkojë rruga dhe lartë në Gjërgos, e të bëjnë dhe lagjet tonat me asfalt. Por primare sot është ai pra Bruna që 2 rrugë të bëhen në Kreshpan, 1 rrugë të bëhet në Borishov, 1 rrugë të bëhet në Tojga Gjina, Tojga një qëtaj fshatat janë 3 fshatra dhe nuk lidhen për 3 km me asfalt. Deputetja opozitare Brunilda Haxhiu premtoi t'u aqojë zërin e tyre në parlament, nuk do të hesht derisa të merrni atë që ju takon, u shpreh ajo. Ju jeni të ndjekur në gjitha drejtimet, qoftë edhe në ato ushqimet e përfitshme që të rini në dyqan, sepse çmimet janë të shumë. Tu janë çmimet më. Por ama po ashtu jeni vjedhur edhe tek parat që dërgojnë fëmijët tuaj. Unë jam e bindur që ju me kursimet tuaja me 100 euro kishin vlerën 125.000 lek, sot ato e kanë vlerën vetëm 90.000 lek. Por as aq nuk e kanë, pse? Sepse janë rritur çmimet. Kështu që ato janë përgjysmuar, mund të themi që në 100 euro që ju dërgojnë fëmijët tuaj, ju tash më keni vetëm 60 euro. Po si këmbim, çfarë merrni? A merrni shërbime? A merrni rrugë? A merrni arsim për fëmijët tuaj? Si cilësia në këto shkolla? Pra ju nuk merrni asgjë. Jeni ta ngelur pa bërë, ta ngelur vetëm 10 kilometër. Pra, në 10 vjet, sikur nga 1 kilometër rrugë të ishte bërë, tashmë çdo familje do të ishte vetëm 50 metër larg rrugës shtëpia e saj. Dhe kjo do ta përmirësonte shumë jetesën. Nga komunikimet që kam patur me secilin prej jush, kam kuptuar që është shumë e domosdoshme për këtë zonë është rruga Kreshpan-Vjos, sepse kjo ju lidh juve me tokat bujqësore, me fabrikën gjithashtu, me miq tuaj sepse keni shumë miq në Vjos dhe gjithandej. Dhe përtej asaj që ju shpenzon kohë, ju shpenzon edhe para, sepse ju duhet bërë një rrugë më të gjatë për të arritur në Vjos. Pra, rruga Kreshpan-Vjos është një domosdoshmëri dhe unë do ta ngrej zërin në të gjitha mënyrat që kjo të arrihet. Qoftë në media, qoftë në parlament, qoftë në komisione, qoftë në të gjitha takimet që unë do të kem, do ta ngrej zërin. Ujërat e zeza pushtojnë shëtitoren e re Buzlumit Gjanica në Fier, pranë urës së rrugës Fier-Patos, fare pranë bashkisë Fier. Autoritetet lokale heshtin, ndërsa qytetarët kanë denoncuar problemin në televizionin Apollon. Investimi miliona eurosh, një nga investimet më të mëdha të viteve të fundit për rehabilitimin urban të Fierit dhe Lumit Gjanic, që duhej të ishte shembull i qytetërimit për hapësira moderne, për pushim dhe rekreacion, realisht është kthyer në një vatër ndotjeje dhe rreziku për shëndetin publik, shqetësim për higjienën, sigurinë dhe mirë funksionimin e investimit. Situata e rëndë e krijuar në një pjesë të shëtitores që është nën pushtetin e ujrave të ndotura, ka krijuar një problem serioz mjedisor, duke u kthyer në rrezik për qytetarët, por edhe problematik për mjedisin, për shkak të erës së rëndë dhe pamjeve të papranueshme në një zonë të rëndësishme të qendrës së qytetit. Televizioni Apollon, gjatë verifikimit në terren pranë shëtitores së re të Lumit Gjanica, ka konstatuar praninë e ujrave të zeza që ka mbuluar një segment të hapësirës publike. Në emër të qytetarëve
Televizioni Apollon kërkon ndërhyrjen e menjëhershme të institucioneve përgjegjëse, Bashkisë Fier dhe ndërmarrjen e ujësjellës kanalizimeve. Jemi këtu në shëtitoren të Gjatë Gjanicës, është një shëtitore e ndërtuar pas investimit të kohëve të fundit për rehabilitimin e këtij lumi dhe kemi ardhur për shkak të një shqetësimi të ngritur nga qytetarët në televizion Apollon që kjo zonë është pushtuar nga ujërat e zeza. Realisht ujërat e zeza janë përhapur kudo dhe kanë bërë të vështirë lëvizjen në këtë zonë të rëndësishme të qytetit Fierit. Dyshohet se shkaku kryesor është shkarkimi i ujërave të zeza dhe pa kontrolluar nga ish banjot publike pranë bankës së vjetër që quhet ose urës së rrugës Fier Patos, gjë e cila është me shqetësim jo vetëm për qytetarët, po edhe për institucionet këtu. Situata është shumë e rëndë, era e keqe dhe padurueshme, plus edhe infeksioneve të mundshme, të cilët rrezikojnë epidemi për komunitetin e qytetit Fierit, po edhe për institucionet përreth, kërkojnë ndërhyrje immediate nga institucionet, kryesisht nga Bashkia e Fierit, e cila merret me menaxhimin e territorit të këtij qyteti. I bëjmë thirrje Bashkisë së Fierit në emër të televizionit, po dhe zërit të qytetarëve të rishikojë edhe një herë pozicionin e përcaktuar pikërisht në këtë shëtitore ku ujërat e zeza e kanë pushtuar totalisht dhe e kanë bërë të pashqyrtueshme. Të cilësinë e medias që pasqyron problematikat e qytetarëve dhe funksionimin e investimeve publike, televizioni Apollon kërkon një sqarim për shkakun e daljes së ujërave të zeza në zonën e shëtitores, masat urgjente që duhet të merren për normalizimin e gjendjes dhe planin konkret të mirëmbajtjes së këtij investimi, në mënyrë që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Publiku ka të drejtë të informohet për funksionimin e investimeve të kryera me fonde publike, ndaj çdo sqarim zyrtar nga institucionet përkatëse do të pasqyrohet me objektivitet dhe korrektësi nga televizioni Apollon. Gjatë komunikimit live për situatën e rënduar në shëtitoren e lumit Gjanis nga ujërat e zeza, pas meje, pra në sfond, dukeshin edhe punonjës, por ata nuk kishin lidhje me ndërhyrjen pikërisht për zgjidhjen e kësaj situate, por janë të një kompanie private të cilët merret me projektet e tyre, ndërkohë që situata vazhdon të jetë e rëndë sot e 2 javë më parë. Realisht këtu bashkia po qëndron indiferente dhe duhet urgjentisht të ndërhyjë të zgjidhë sa më parë problemin, pasi në të kundërt kjo do të jetë një bombë ekologjike në kuptimin figurativ, pasi ujërat e zeza vazhdojnë të shkarkohen në shëtitore, por edhe drejt rrjedhjes së lumit Gjanis. Për televizion të rëndë seksionon. Në qytetit të Peshinit u mbajt panajiri tradicional i xhelit të detit, një aktivitet që tashmë është kthyer në traditë të dashur për këtë zonë. Peqini njihet për fermat dhe bizneset familjare që merren me rritjen e xhelit të detit, i cili është kthyer në një simbol të kësaj feste dhe mbreti i tryezës së fundvitit. Panajiri u shoqërua me stenda të pasura me gatime tradicionale të zonës, produkte bujqësore dhe artizanale, duke tërhequr qytetarë të shumtë nga Peqini dhe nga rrethinat. I pranishëm në aktivitet ishte dhe zoti Arbian Mazniku, si dhe përfaqësues të Bashkisë Peqin dhe figura të tjera publike të cilat vizituan stendat dhe shprehën vlerësimin për ruajtjen e traditës. Atmosfera u gjallërua nga këngë dhe valle popullore, veshje tradicionale dhe prezantime kulturore që pasqyruan trashëgiminë e pasur të Peqinit dhe të Shqipërisë së Mesme. Panajiri solli jo vetëm promovimin e produkteve vendase, por edhe forcimin e identitetit kulturor të zonës. Fermerët patën mundësi të prezantojnë punën dhe përkushtimin e tyre gjatë gjithë vitit. Vizitorët u larguan me shije autentike dhe përvoja të paharruara. Ky aktivitet mbetet një dëshmi e gjallë e traditës dhe e mikpritjes peqinase. Kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Dhe doja të rikujtoja se televizionin Apollon mund ta ndiqni në të gjithë Shqipërinë nëpërmjet platformave Tring, Vodafone dhe One, gjithashtu në të gjithë botën dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet platformave IPTV, Alp TV dhe Mac TV.
Mund ta ndiqni në rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram dhe YouTube, dhe gjithashtu live stream në apollon.tv. Bashkë mirupafshim.